Për herë të parë, Orkestra e Harqeve dhe Orkestra Frymore në Durrës bëhen bashkë për t'i dhuruar publikut një koncert, ku do të interpretojnë kolonat më të dashura zanore të filmave shqiptar, si dhe melodi të njohura që kanë shoqëruar kujtesën tonë kolektive ndër vite. Koncerti do të mbahet mbrëmjen e nesërme në orën 20 në Amfiteatrin Antik të Durrësit. Një nga formacionet më të veçanta të skenës ndërkombëtare, Philharmonics, i njohur si The Vienna Berlin Music Club, me solistët e Filharmonisë së Berlinit dhe Vienës, do të ngjitet në skenën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, sot në orën 20. Publiku do të ketë mundësinë të shijojë një mbrëmje ku ndërthuren mjeshtëria klasike dhe energjia moderne e performancës live. Shkodra do të jetë mikpritëse e tenorit me famë botërore Ram Lahaj në koncertin Ram Lahaj e Friends në Shkodër, sot në orën 20 në sheshin qendror të Shirokës. Krahas Lahaj do të performojnë dhe sopranoja Nino Machadze dhe basi Dario Russo. Koncerti do të shoqërohet nga Orkestra Simfonike e Shkodrës në dirigjimin e Elda Laros. Sonte prej orës 19 dhe nesër në Kolonjë zhvillohet edicioni 14 i festivalit folklorik tipologjik kombëtar të sazeve popullore. Për 2 net me radhë do të prezantohen tingujt karakteristik të muzikës tradicionale shqiptare, duke sjellë interpretimet e grupeve folklorike dhe formacioneve të njohura të sazeve. Sot dhe nesër në orën 20 në Teatrin Metropol në Tiranë do të vijojë të shfaqet komedia Detektori i gënjeshtrave në regjinë e Valdrin Hasanit dhe me interpretimin e Cubi Metkës, Kejdi Gishtos dhe Erdit Aslanit. Në Teatrin e Kukullave do të vijojë të shfaqet edhe nesër Smurfët dhe Gargamela në orare 10:30 dhe 11:30.